in hedhim një vezë. E rrahim pak vezën dhe vazhdojmë shtojmë kos, një tas kos, pra që i ka 400 gram. Shtojmë ujë, 200 ml, ujë të ngrohtë. Vazhdojmë tash, i përzim krejt me lugë. E pastaj shtojmë maja buke, 20 gram maja buke të freskët. Vazhdojmë me përzim, derisa të shkrihet maja e bukës. Dhe pasi që të shkrihet mirë maja e bukës, atëherë unë këtu do hedh edhe një lugë e gjys kapeje me kryp dhe shtoj mielin gradualisht nga pak derisa të na formohet brumi. Vazhdoj me përzim me lugë derisa të formojmë një brum të trashë. Parafërsisht, miell mund t'ju shkoj 900 gram deri në 950 gram, por gjithmonë varet sasia e miellit nga vezat që ju do e përdorni për të përgatitur recetën e llokumave. Pra nga 900, për shembull të themi deri në 1 kilogram. Vazhdoj me përzim mirë kështu, derisa të formohet brum i trash, siç mund ta shikoni. Brumi duhet të jetë sikur kur përgatisim brumin e bukës. Dhe pasi që të formojmë brumin, atëherë brumin unë e la me pushu derisa brumi të dyfishohet mirë. Por së pari do e lyej me pak vaj, një lugë të gjellës vaj. Pasi e kemi lyer mirë, e mbulojmë edhe e lajmë në ambient të ngrohtë, që brumi të fryhet mirë edhe të dyfishohet. Varet nga ambienti ku do e mbani, edhe koha e fryrjes së brumit varion. Prandaj tash edhe përgatitim recetën. Brumin siç mund ta shikoni është tejet i mirë. Tash brumin kështu siç është, unë nuk e përzi, por vetëm se do e ndaj në 2 pjesë të barabarta. Tash vazhdoj dhe formojmë kuleçt, 2 kuleç. Vazhdojmë edhe me kulaçin tjetër. Dhe tash është rrodha që brumin ta leni të pushoj 5 minuta, pasi që llokumet do ju bëhen shumë të mira kur e leni brumin me pushu. Dhe në ndërkohë unë po përgatis vajin. Në një tenxhere pak më të vogël do hedhim vaj mjaftueshëm. E pastaj do presim që vaji të nxehet mirë. Pasi që brumi ka pushu 5 minuta, vazhdojmë edhe bëjmë hapjen e petës së madhe. Shtoni pak miell, edhe vazhdojmë tash edhe bëjmë hapjen e një pete të madhe. Brumin do ta rrotulloni gjatë hollimit ose çeljes së petës, pasi që llokumet do t'ju bëhen shumë më të mira. Sa duhet të hapni petën e llokumeve, do e shikojmë tani.
Ne kemi qelë petën në këtë mallësi këtu që mund ta shikoni. Llokumeve do jep një formë sipas dëshirës suaj. Por unë do i ndaj kështu në 4 ore, pasi që më letë më vjen që t'i përgades. Pasi që brumin e kemi gati, vazhdojmë edhe shikojmë vaji a është të nxehur mjaftueshëm ose jo. Së pari, kështu do e kontrollojmë vajin dhe siç mund ta vrini tash, vaji është duke vluar, kjo do me thënë që është gati edhe mund të vazhdojmë edhe t'i hedhim llokumet. Vazhdojmë kështu, të gjitha llokumet i hedhim në vaj, vaji pra është i nxehur dhe do presim që të skuqen. Këto llokume përgatiten shumë shpejt, do e shikoni dhe ju tani se sa shpejt bëhen, edhe po frihen mjaftueshëm, kjo do të thotë që llokumet janë të mira. Kështu do presim derisa të skuqen mirë. Ngjyrën e skuqjes ju do ja jepni vetë sipas dëshirës suaj. Mund t'i skuqni më shumë ose mund t'i lëni edhe më pak. Pra varet krejt nga shija edhe dëshira juaj. Pasi që janë skuqur mjaftueshëm, tash vazhdojmë edhe i largojmë anash, por do i la që të kullohen pra në një pjatë tjetër, siç mund ta shikoni anash, pra llokumet janë gati. Pasi që i kemi gati, atëherë mundeni që me njëherë t'i mbuloni pak, edhe këto do zbuten shumë më shpejt se sa kur i leni kështu zbuluar. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju sot. Shpresoj që edhe kjo recetë do ju pëlqej nëse ju do e provoni. Me receta të reja shihemi me video të tjera. Kjo ishte e gjitha. Nëse recetat ju pëlqejnë, mos harroni të na shkruani nëse ju do i përgatesni. Çdo recetë që keni përgatitur, unë kam marrë shumë komente nga ana juaj, por shpresoj se edhe në këtë video do marrim edhe shumë komente pozitive. Sigurisht edhe ato negative janë të mirëseardhura. Kjo ishte receta për sot. Shpresoj që do ju pëlqejë të gjithëve. Me receta të tjera shihemi së shpejti. Mirëmbëjtje.